Gallopeni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Valmiri s'ka nevojë të lajmërohet vullnetar, rregullisht është në terren. Ku je Valmir? Përshëndetje Sevi për ty në studio, pashtë të përgjizën dhe të gjithë dëgjuesit e Radio Tugacinit. Jemi në shkollën Dr. Ibrahim Rugova, përkënore dhe që njëri është edhe qendra më madhe e votimit në komunën e Obiliqit. Dhe në këtë qendër të votimit kanë të drejtë vote rreth 8.000 qytetarë në gjithsej 10 vend votime, që para orës 7 të mëngjesit ne kemi qëndruar në këtë qendër të votimit dhe të gjitha vend votimet janë hapur me kohë, nuk ka pasur ndonjë problem dhe që tani më, siç e përmendët edhe më herët, janë në zgjedhjet e katërta që Republika e Kosovës si organizon në brenda këtij viti, çka kemi krijuar një përvojë të jashtëzakonshme në organizimin e zgjedhjeve. Ekspert. Dhe nuk ka pasur ndonjë problematikë të theksuar. Dhe në secilën në qendër të votimit, pra në hyrje, janë këto shenjat që ndalohet përdorimi ose posedimi i armës, fotografimi, pasi kur jemi të fotografimi njëri nga incidentet kryesore, nëse mund të themi ashtu, në proceset e kaluara të mbajtura gjatë këtij viti ka qenë fotografimi ose tendenca për të fotografuar votën dhe mos përdorimi i dhuanit. Po ashtu vlen të theksohet se në këtë proces të sotëm zgjedhor të drejtë vote do të kenë mbi 2 milion qytetarë të Republikës së Kosovës, ku prej tyre 1.999.000 do të jenë vetë të regjistruar vetëm për të votuar brenda Republikës së Kosovës, ndërsa, siç e thatë edhe më herët, procesi zgjedhor ka filluar qyshe dje me përfaqësi diplomatike edhe më herët në procese të tjera përmes votimit me poshtë. Qytetarët e Kosovës kanë mundësi të zgjedhin mes 24 subjekteve politike, ku prej tyre 18 janë parti politike, 3 janë koalicione dhe 2 iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur. Sebe? Valmir, në për korridoret e shkollës Dr. Ibrahim Rugova nuk po shohim se ka votues. Jo, tani më votat e para janë hedhur në kutitë e votimit në qendër të votimit, por ende nuk ka qytetarë të cilët po presin në radhë për të votuar. Ai çfarë vlen të theksohet është se në këto zgjedhje të zakonshme, të jashtëzakonshme dhe këto 2 raunde të zgjedhjeve lokale, kemi parë që ka ndryshuar periudha kohore e fluksit të qytetarëve, të cilët kanë ardhur për të votuar. Ka pasur raste kur fluksi më i madh ka qenë në orët e paraditës, në raste të tjera mesdita ka qenë më ngarkuar, ku kemi pasur qytetarë tek presin në radhë, por ka pasur raste të tjera kur si zakonisht edhe mbrëmja ose orët e fundit janë shfrytzuar nga qytetarët për të shfrytëzuar të drejtën e votës. Valmir, është edhe një element që e ndihmon procesin. Më duket nuk është shumë ftohtë. Për momentin jo, të shohim. E ke pas dorojën nga të ftoftit. Është gjithë vështirë të jesh në terren për kohë të gjatë kur është moti. Po bashkë është të pyet Valmirin, a keni pas ftoft me mëngjes apo keni ftoft në shkolla o vlla? Jo, ndoshta është pak më ftoft tani për momentin, derisa nxemjet qendrore në secilën shkollë të marrin veten, por pastaj besoj që është çështje që rregullohet dhe sa i përket të temperaturave të ftohta, kur je në terren dhe të ketë temperatura minus, mund të mos e kesh noflën në funksionin e duhur dhe pak belbzon. Po besoj që keni marrë masa i një vesh trash. Çka më i bën në fund? Pra, nuk është dhe mos me nxjerr fjalët në mënyrën e duhur ose do të më provu 2-3 herë derisa të del çajo, fjalë saktë shkon në mend. Tash për tash mirë.